E kemi diskutuar paraprakisht që të ftojmë në dëgjim publik 3 vajza të cilat janë larguar nga puna nga RTK-ja dhe bordin, pra antarët e bordit të cilët janë bashkë me drejtorin e Radio Televizionit Kosovës dhe këtë kam menduar që ta bëjmë në fillim të marsit. Nëse diçka keni më shtu, gonja pat paraprakisht. Falënderit kryetare, është pikërisht çështja për cilën ju folët, sepse në mbledhjen e kaluar ne kemi diskutuar dhe në parim jemi dakorduar që kjo bëhet, prandaj mendoj që sot vetëm duhet ta caktojmë një datë se kur jemi të gatshëm që ne të procedojmë në çështje. Kryetare, edhe atë ditë është diskutuar kur e mbajtëm mbledhjen së propozimit prej Ganës, pastaj Egzonit. Unë mendoj nuk do hyna, mendoj që si komision nuk na takon neve të thrasëm menaxhmentin e RTK-s, përderisa nuk kena bord të Radio Televizionit të Kosovës. Nuk ke mundësi me thirr drejtorin pa thirr bordin, se sta lejon rregulloria. Shikoj rregullorin këtu. Na nuk e dina çfarë ka ndodhur me to, ato sparit me kaluar janë disa faza ato nëse me të vërtetë janë larguar prej punës pa drejtësisht. Ato i drejtohen së pari inspektoriatit të punës. Të presim vendimin e inspektoriatit të punës, se na nuk mundna me lu rolin e inspektoriatit të punës. Sikur të shenë ndonjë organizatë tjetër, ato ju kishin drejtuar këshillit pavarëmbikëqyrë shërbësve civil dhe kështu prit vendimin e tyre. Dhe presim vendimin e inspektoratit punës, edhe atë mbas vendimit të inspektoratit punës, nëse ka pas të drejtë, do ta sharrej çdo sen vendimi. Nuk mundna me luaj rolin e inspektoratit të punës. Na nuk jena inspektoriat. Atëherë na nuk jena inspektoriat, po jena komision që i monitorojmë dhe e mbikëqyrojmë atë institucion. Nuk jena të drejtë pa pasport. Faleminderit shumë Fitim, po mendoj që kërkush nuk na ndalon asnjë ligj as rregullore që të kemi seanca dëgjimore, me që është kërkesë e tyre, mendoj që ne duhet ta trajtojmë patjetër dhe duhet t'i ftojmë në seancë dëgjimore. Kushdo që ka kohë prej deputetëve, vite t'i dëgjoj, mundet. Nëse veç nuk keni mundësi, munden edhe mos me ardh. Mirë, po ne duhet në komision që t'i ftojmë dhe t'i dëgjojmë se çfarë kanë për të thënë. Kur ti drejtohesh në institucioni për me ftu marrë me raportu tek ne. Në çka bazohesh, kur i drejtohesh me thirr drejtorin bezojmë, ose ato gazetarët të cilat janë larguar nga puna. Në çka bazohesh, kur ja çon ftesën, dush më bazuar në diçka. Ti s'mundesh me thirr pa thirr bordin e RTK-s. Ti bordi i RTK-s nuk është i konstituuar, s'ke mundësi. Nuk ke mundësi drejtorin pa bord me thirr. Veç kështu në legislacionin ku bazonin, çka bazohesh për mi thirr ata. E pastaj e diskutojna. Mirjeta mundesh me radhën ndim këtë rast. Ne nuk do të bëjmë shkelje ligjore, përderisa unë jam kryetare, në rreshlir, mirë po, as përgjithësisë nuk kanë me ik askush që duhet t'jap përgjegjësi para këtij komisioni. Mënyrën ligjore se si do e bëjmë, do e shikojmë, mirë po patjetër që do i kemi në këtë komision. Seanca dëgjimore askush nuk na ndalon që të marrim. Nëse kemi vullnet me marrë seancë dëgjimore, marrim seancë dëgjimore. Nëse s'kemi kompetencë ligjore, rishikojmë dhe këtu jemi, nuk jemi shkel ligjin, as kushtetutën. Nëse dikush nuk ka tjetër ne të ndryshme, burna. Atëherë, mu po vjen mirë që megjithatë kur ka tema tilla që deputetët shqetësohen qoftë edhe për një person që humb punën, se lemon këtë rast 3, por pikërisht kjo temë po më shtin edhe një herë me rikthye ata që e thash më herët, futja e ndërmarrjeve publike, meqense kemi pushtetin lokal si pjesë e kompetencës dhe fushëveprimit ton, është jetike, për shkak se po flasim për mbi 300 punëtorë të ndërmarrjeve publike lokale veç në Prishtinë, që janë pa paga pothuajse që një vit. Ndërmarrja Gjelbër, punëtorët e kësaj ndërmarrje janë pa paga. Ndërmarrja sport marketingu, punëtorët e kësaj ndërmarrje janë pa paga. Aty ka grashtat zonë, ka krye familjar që e mbajnë familjen me ato paga, punëtorët e kompanisë pastrimi, punëtorët e parking Prishtinës. Domethënë gjitha këta punëtorë që janë me qindra, janë mbi 300 sigurisht, po vetëm po e marr si ilustrim 3 me 300, se lirisht mund të them base janë me mira, që rrezikojnë nga muaj në muaj nuk mujnë me marr paga,
për shkak të disa veprime krye këput politike që ka ndodhur në këto ndërmarrje. Dhe nuk ka veprime konkrete nga komunat. Prandaj po them që në rregull është flasim edhe për 3 punëtore ose punëtor të një institucioni. Në këtë rast mirë po është tepër jetike në ta fuzim edhe ndërmarrjet publike në si pjesë e përveprimit dhe të shohim se me çka realisht po përballen punëtorët në këto ndërmarrje. Unë mendoj që kryetoria tha shumë mirë. Ajo që na lejon ligji me mbikëqyrje dhe me bo, nuk duhet të ikim përgjithsisht si komision. Ajo që nuk është kompetenca të këtij komisionit edhe që është antiligjore nuk do e bëjmë. Ne duhet me pa bazën ligjore, kryetoria bashkë me administratën e kanë për obligim me pa bazën ligjore, a kemi të drejtë edhe për ndërmarrje publike me i monitoru edhe me mbikëqyrje që kemi bazën ligjore, nuk do ikim mbikëqyrje se asnjë institucioni që bjen në fushë veprimtarinë e këtij komisionit. Faleminderit shumë. Atër nëse dikush nuk ka diçka tjetër më shtu? Hajde, Alban. Kryetore, unë e këti kena qenë mandatin e legislaturës 8, Komisioni për Drejtat Njerëzit. Edhe aty, ja që ajo fush është e gjonë, ja s'ka fush tjetër. Edhe aty, pa e trajtu zyra avokatit popullit, na një pol nuk e kena ftu në komision, fillimisht pa e kalu një filter institucional të trajtimit të ankesave. Është shumë e rëndësi, mos me bon këtë komision ping-pong, pora mbrapa me diskutime politike ose individuale. Le të ketë një verdikt të vetëm. More edhe prej rojtorit të dera e RTK-s, le të kallëzën çfarë është trajtu në ankesë e këtyre rasteve. Në qoftë se ky rast është trajtu në inspektoriatin e punës, edhe në qoftë se ka një verdikt, le të na drejtohen individet komisionit ty në këtë rast, ne po ja u trajtojmë çështjen. Në mundësinë e parë, sepse tash edhe publikisht po i ftoj, konkursi është ende i hapur për bordin e RTK-s. Le ta aplikojnë secili që beson që i plotson kushtet, ta konstituojmë siç duhet sipas ligjit bordin, në mënyrë që kur ta thrasim bordin, na i trajtojnë çdo çështje. Drejtorin edhe me thirr nuk na vjen për shkak se sipas ligjit bordi është përgjegjës. Na ja kemi dhënë si kuvend mandatin bordit për RTK-n përmes ligjit të veçantë. Ata po na ankohen edhe për pagën e 13 për shkak se kanë trajtim të veçantë si institucion. Për çfarë arsye po them që mos ta bëjmë poligon komisionin, po le të jetë ligji ai që e orienton komisionin në trajtim të ankesës. Unë jam për me trajtu ankesat, po nuk jam për shembull që tashti çdo person që i ska dhënë kontrata direkt me pas mundësinë me ardhur në komision. Ai duhet me pas mundësi me shku në institucionin e parë sipas ligjit, e na duhet mu siguru që çaj institucion, te zom, inspektoriati i punës punon sipas ligjit. Na duhet mu siguru që nëse inspektoriati i punës, që ati personi nuk ja ka trajtu lëndën që shdohet, inspektoriati i punës më na raportu neve. Për shkak se ai ka bo shkelje, se shteti nuk mundet mu mojt në deputet, mohet në institucione. Duhet mu mojt në institucione cilat janë të përhershme. Faleminderit. Alban, faleminderit shumë. Besoj që secili nga ne e dim përgjithësisht rregullat, ligjet dhe nuk kemi nevojë për leksione, mirë po do i shtërrim të gjitha mundësitë ligjore dhe do i shikojmë përgjithësi që i kemi si komision dhe nëse kemi të drejtë ligjore sa i përket edhe ligjit dhe rregullorës, ne do i ftojmë. Nëse nuk kemi, nuk do i ftojmë. Mirë po, shkeljet e ligjit, rregullorës, kushtetutës, s'kemi bërë as në kalume, nuk bëjmë as tani. Faleminderit shumë dhe vlerësoj që për sot mbledhja është mbyllur, shihemi në mbledhjen e radhës. Që na ta votojmë në parim draftin të cilin e ka propozuar komisioni dhe Na thamë që ju të me zyrtarë të pash, mund të bëni plotësim dyshimi në çati dokumente që kemi
Gjë këtë ja. Fal. Faleminderit fitem.